Përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish së bashku, këtë herë me një lajm të kopshëm. Është gjetur i vdekur këngëtari Shemi. Nuk ka në fakt detaje për vdekjen e tij. Lajmin e kanë bërë të ditur mediat e Kosovës. Nuk është se kanë dhënë detaje të hollësishme se ku, në çfarë vend është gjetur dhe se si ka ndruar jetë. Por normalisht fansat, admiruesit e këngës së tij kanë filluar më njëherë të shprehin ngushëllimet dhe t'japin lëvdatat që ky personazh dhe artisti ka merituar. Shamsi Krasniqi, Shemi ishte një këngëtar i njohur kosovar i cili u bë i famshëm si vokalist kryesor i grupit muzikor Ilirët, një bandë e njohur për muzikën pop folk edhe atë muzikën popullore, që ka pasur ndikim në skenën muzikore shqiptare për vite me radh. Ai njihej si shemi i lirëve nga publiku për rolin e tij si frontman dhe për interpretimet e tij të shumta muzikore. Kënga Xhamadani Via Via dhe shumë këngë të tjera do t'jenë identiteti i artistit Shemi. Shpreh ngushëllime të sinqerta për familjen dhe rrethin e tij.